Po zbuluar amfiteatri, kanë qenë Vangel Toçi. Po? Kanë kjo logo madh Vangel Toçi. E zbuloi komplet amfiteatri. 66. Shtëpia që shemi aty, i ka dhënë shtëpia këtu. Pra të shem të shtëpi të bënde shtëpi? Jo, i dha shtëpia, u boshin pallatet. Po? U shemshin, u marrote pallati, i shem të shtëpia dhe i kanë dhënë këtu ke 3000 vjetër. Pra të mos rri asnjë ditë? Asnjë ditë për jashtë. Jashtë. Edhe pa pagesë fare, s'kishe nevojë, e merrte aty e shote aty shtëpi për shtëpi. Edhe biles, ato që ishin 3 kurora në shtëpi, i ipte, që ishin të martum, ato që kishin 2 kalamaj, i ka dhënë 2 llome kuzhinë, ato që kishin 1 i ka dhënë 1 llome kuzhinë. Që ato mund të ishin me, se unë i di ato shtëpijat i majnë mes kalamaqe. Pra dilin më të fituar banorët? Ma të fituar të ishin banorët. Dilin me 3 hyrje, kush kishte 3 kurora? Kishe 50 metra, merte 200 metra, se i bite nga 60 metra, 14 sa kanë qenë shtëpijat. Pra në aspektin e konvertimit ishte më i saktë. Mal konvertimi se sa kishin. Pra i bënde të interesuar të lëvizjen. Edhe kur u zbulu amfiteatri që i filluan me shem shtëpijat, i thamë po këto komplet që ishin shtëpijat. Jo tha, do vi turisti çat shofi tha. Amfiteatri është zbulu 4 metra rrugë këtu, 4 metra rrugë atje nal. 4 metra gjitha ne, amfiteatri... Pra qeveria e diktaturës po thua ishte më e përgjegjshme në aspektin social? Po, asnjë nuk la në rrugë. Nuk la asnjë të gjithë, kanë marrë këtu edhe ishte një urdhër nga nalt që do marrin të gjithë mrena rrethit. Pra po në të njëjtën zonë? Po, te zona A, këtu, zona A, gjithë këtu i ke.